GJKO ka shpallur fajtor Dritan Leshin, i cili akuzohet për ushtrim të ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas njoftimit të GJKO, Dritan Leshi u shpall fajtor dhe u dënua me 8 muaj burg pasi përfitoi nga gjykimi i shkurtuar. Sipas organit të akuzës, Dritan Leshi ka premtuar një gruaje punësimin e djalit të saj si inspektor mjedisi kundrejt pagesës, duke i thënë se kanë vëllai në Ministrinë e Brendshme. Denoncimi është bërë nga shtetasi me iniciale AN, i punësuar në një njësi të shitjes së karburantit në 8 tetor të 2020 në drejtorinë vendore të policisë në fshatin Gorre të Lushnjës. Sipas këtij kallëzimi, i pandeurit Dritan Leshi, i njohur prej tij me emrin Dritan Dreca, me origjinë nga Puka ose Laçi, banues në fshatin Gurrës e Vogël, Lushnjë, i ka premtuar shtetasit me iniciale AM, bashkëshortes së tij AN, punësimin e djalit të tyre EN si inspektor mjedisi në Fier kundrejt shumës prej 400.000 lekësh, njoftoi SPAK. Leshi, sipas organit të akuzës, i ka thënë grua se kishte një vëlla në Tiranë me emrin me iniciale PN, i cili punonte në Ministrinë e Brendshme dhe përmes tij do të ndërhynte që djali i kallëzuesit të fitonte konkursin për inspektor mjedisi në Fier ose në Lushnjë.